Jeta në mërgjim shumë e shtirë, po duhet me ja dalë edhe tash jena mësuna me jetë mërgjimit edhe tash nuk e kem problem. Ama për ndryshe është shtirë. Me malë çdo sen i ti. E kënë braktisë për një tardhme më të mirë, mendojnë se shumë prej rinjës edhe e shohin një tardhme atje më të fortë. Jo, nuk ka ardhmja më mirë, atje veç janë tardhmat më të mira edhe jeta, çdo herë jeta o më mirë këtu. Diaspora ka gjithë ato atje punon, atje kreti përfitimet, gjithë mendjen i kem përfitimet me prunë në Kosovë dhe këtu me kontribuën. Jeta është atje mirë, nëse punon duhet me punu pa qare, se pa punu nuk ka kur gjë. Kur punon edhe i ki përfitimet edhe është jeta mirë. Çdo herë ku të punon njeri edhe këtu me punu, edhe atje ku të punon i ka gjitha. Nëse nuk punon ti nuk mush m'ja dal as atje as këtu. Miqtë e mi dashur, përshëndetje Premier Laurete. Sot kemi ardhur me taku një mërgjimtari i cili quhet Sami Kastrati. Ai ka ardhur në pushime këtu në Kosovë dhe ka më na fol pak më shumë për jetën mërgjim, po edhe të njëjtën kohë që i kalojnë këtu pushimet. Hajde ne shkojmë ta takojmë Samiun. Përshëndetje i nderuar, si je? A je mirë? Me shëndet? Mirë, faleminderit prej Zotit. Ç'është ju priti Turjaka tash në pushime? Mirë, Turjaka si çdo herë është një fshat i mrekullueshëm. Me banor të mrekullueshëm, është fshati më i pastër, më të pastër që ekziston, është me popullatën më të mirë që kur në jetë nuk ka pas ngatresa, të gjithë e qojnë mirë, të gjithë përshëndetin, pa marrë parasysh çfarë fisi janë si popullat janë shumë e mrekullueshëm. E qeni mirë me njëri tjetrin? Mirë, faleminderit prej Zotit. Ti do me thonë që sa vite jenë mërgjim? Unë prej 21 vite jam. Që 21 vite? 21 vite, Itali, Gjermani. E ç'është është jeta atje ndër? Jeta është atje mirë, nëse punon duhet me punu pa qare, se pa punu nuk ka kur gjë, po kur punon edhe i ki përfitimet edhe është jeta mirë. E tash ti po linin këtu, jo ka, jo s'ka, jo këtu ma mirë, jo atje ma mirë, qa me ndër? Çdo herë ku të punon njeri, edhe këtu me punu, edhe atje ku të punon i ka gjitha. Nëse nuk punon ti nuk mush m'ja dal as atje, as këtu, po sheqer prej Zotit tonë të punu dhe ka të ardhurat mirë. Po pëse edhe pagat atje? Edhe pagat janë të mira, normal janë të mira, po duhet me punu, e kem obligim edhe ndesh me hecë përpara duhet me punu. Pa tjetër që diaspora kontribon shumë mënyra dhe të na këto në gjithë thëmë që është impozion për Kosovën, po edhe të njëjtën. Diaspora ka gjithë ato, atje punon, atje kreti përfitimet, na i kena, gjithë mendjen i kem përfitimet me prunë në Kosovë dhe këtu me kontribuën. Çdo herë. Edhe faleminderit që vini edhe kontribonin gjitha mënyrat se ju që ato pare që i dini këtu në Kosovë, pa diskutim që mundeni me shkuar gjithë me knatësinë më të madhe e bën atë kontribut për Kosovën. I nderuar, a ka ndryshuar Kosova gjatë viteve? Qa po shet diçka? Ndryshime ka plot mira për komunitetin Malishevit, si kryeqyteti Malisheva një qytet e vogël, i ka të ardha gjithë mira, kanë punuar, është tash e kena partinë Nisma, Socialdemokrate me kryetarin Fatmir Limen, ne si fshat gjithmonë jena për kratin edhe kem kryetarin Kastrati, të cilin është bashkëfshatari të cilin e përshëndes shumë, e krem Kastratin, kanë punojnë edhe mendoj që do t'i mungon edhe parlamentit, se si vjetë nuk kanë mujtë me arritin atë qëllimin, po shpresoj me kohën kanë me arritin. Që ngucion e pak, dhe me thonë që shunive pas i hupt, apo edhe humbja është ata humbja në realitet, po besoj që kam i munguën në parlamentit Kosovës Fatmir Limaj. Është njeri korrekt, ka punu për Malishevin, edhe për Kosovën, edhe veçan për Malishevin ka punu shumë. Po qa me ndonë për ata që non-stop ju kanë referu me terme shumë negative, po më i Fatmir Limës edhe nështë se kanë respektu sa duhet. Ata mendoj që nuk e njohin Fatmir Limën sa e meriton. Fatmir Lima është kontribus i shtetit,
me gjithë shokët e vetë që kanë luftu, edhe shpresoj që kam një njoft me kohën edhe kam një munguën si personalitet. Po për ata që thujnë se ka lutë progin, e ka lutë progin. Ata i përshëndesëm, kanë kohë më marrën me neve, edhe për ata respekt, edhe ata cilët kanë fjeturë, do të mirë respektuën, se edhe ne jetujmë në këtë shtetë. Jem qiti shtetit, po do të mirë respektuën, të keqë që s'kemi asë një, kështu që për gjithë. Inderu mundisht ta pak edhe me po prej pikpamjes mërgjimtarëve, në Kosovë është bërë shumë e vështirë me jetu. Ka njëherë thëmë nuk di asna që shë dalëm rritje drastike të çmimeve, rrugat kërkaheq, rritet edhe çmimi energjisë elektrike, edhe seriozisht linda e pyetja që shpoja dalin për shkak se rrugat nuk janë edhe aq të mira këtu. Sa do puno e krejt, po prap Po tash me këthuj me jetë Gjermanisë, këtu është rrugat me paga, të atjeshe të këtu rekord. Rritje drastike të gjithë çmimeve. Tash të jo njësë për çdo njësë këtu janë artikuj tash është qemore të këtu ja kalojnë. Gjermanisë. Ja kalojnë. Do më thonë sanet elementare, po elementare, ushqimet krejt ja kalojnë edhe Gjermanisë. To tash jonë e kanë rokën ata që pjethujnë vetit ma të fortit, Inshallah nuk zgatë kjo trend. Po për shembull ai të potit i matësi ke pas kamerës, do më thonë edhe çmimin e rrymës që vitin e kalum që të periudhë ke pagu në 70 euro. Sot ke orë që dhe ditë të në Kosovë dhe të ka shku afro 300 euro. 300 euro afra, po për 2 javë, tani 2 javë, afra 300 euro. Rryma. Edhe pa diskutim që është diçka shumë që nuk ekziston s'ma merr mend as në Gjermani nuk ka ky çmim i rrymës. As atje. Inderum, qa po të pengon mas shumë të kur po vjen Kosovë? Sa do është veni të krejt, po prap na i kena do mungesat rregullave, do gjona, po ty personalisht qa të pengon? Vallai për momentin unë nuk më pengon shumë mirë, nuk ka keq. Se jena që 25-6 vite lufta vish kam baru, jem kënë punu, ka jetë Kosova shumë për para, edhe besoj që jam për nga dishka. Këtë që shkurgjo, as trafiku, as... Trafiku gjdo kondon, trafiku, edhe të tjerat janë mirë. E kom fjallin që nuk i respektojnë afert regullat na... Regullat nuk i respektojnë, se ka tani ka të lefarë persona, pak janë temperamente, janë edhe. E po dishta me të pyet diçka, çka kishe sjell prej Gjermanisë, se ti dy dekada jeti paske çu atje, këtu në Kosovë? Çka kishe pasur diçka? Për kisha sjell për atje më pas mujtë në investimet më të mëdha edhe me pron krejt në Kosovë, edhe këtu me ha bizneset edhe shumë më mirë i shkon. Jo visë për mu, po për gjithdo mërgjimtar, ashtu edhe ata mendojnë gjithë krejt përfitimin që i bojmë atje, mendoj që 90% jonë të ka ndrunë me artu me më këthy edhe me pron biznesit. E ti personalisht a ishe këthy në herë? Po mendoj më këthy, pse? Pas një kohë? Pas një kohës. Mendoj edhe inshallah nuk e pres atje në pensionin, se thëmë me dalë në pension, atje kam qef këtu. Po diçka i ndërun prej jetës të mërgjimit, diçka që asë... Jeta në mërgjim o shumë e shtirë, po do të mja dalë edhe tash jena mësuna me jetë mërgjimit edhe tash nuk e kem problem. Ama për ndryshë është shtirë atje. Me malë çdo sen i tje. Unë e di që ju një mësu për shak se s'keni pas gjithë tjetër pos me u ambientu edhe me ju përshtat asoj jetë, po sot shumica e rinis e kanë braktis vendin edhe e kanë braktis për një tarme më të mirë, mendojnë se shumë prej rinis edhe e shohin një tarme atje më të fort edhe për ata. Edhe a është që ajo e ardhme ma e mirë atje, ti si mërgjimtar? Jo, nuk ka e ardhmja ma mirë atje, veç janë të ardhmjat ma të mira edhe jeta, ti çdo herë jeta o ma mirë këtu. Sa herë sot do të kesh ose nuk kesh,
të jeta unë ma mirë. Se edhe bashkëfshatarët Po fshatarët edhe jonë tani lidhen shumë fshatra, kënejt për regionit Gjakovës, jonë lidhe kjo rrugë kryesore që lidhe me Klinë edhe me Gjakovë. Inderum pa tjetër që janë sfidat shumë të mdoja normale dhe atje. Se mu për shembull ma ka thënë një mërgjimtar, po më pengon shumë që po na referohen si të huj. Na të huj këto, të huj atje. Aja unë shumë e vërtet, po na nuk bën më mi marrë ato parasysh se janë dhe persona ata individa që i thonë, po ama nuk bën më varë na pjetynve. Nuk bën më varë na pjetynve, si dhe qoftë, edhe na jem të tushit. Pa tjetër edhe nuk jeni të huj, jeni në vendin Ja, në vend tonin jeni gjithmonë edhe krenar. Inderum, për fond, a e kini mesazh në shta për rinin e Kosovës për një Për fond i përshëndes gjithë, pa marrë parasysh, edhe i uroj të gjithat mirat. Edhe i përshëndes gjatë që mas e është edhe fund viti i 2025-ës, i uroj gjithëve këtë mirat e jetës. Edhe po shpresoj që Respekt edhe për ju. veç shëndetin me pas edhe të gjitha tjera. Faleminderit. Inderum, faleminderit shumë, të uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Jo përshëndet, ditën e mirë, jo përshëndet.